Arjan, po afron zgjedhjet në Kosovë, jemi 2024. Koalicioni për familje ka marrë për krahje, po merr prej muslimanëve me të madhe. Alhamdulillah. Jo xhallarëve pisen. Një koment prej teje, isha dashur. Po kjo është shumë mirë që ka ndodhur, më thonë është era e parë një parti, më thonë, koalicion, po e ndohë që ka uzën cilën janë të mbrojt, përkon me dy bazamente shnosha, një tradicionale dhe fetare. Më thonë, që ato që folëm dhe i ta shqiptarët e tradita e tyne, edhe momentumi është me një farë mënyrë në favor tyne. Sidomos me javën e fundit të ardhjes së Trumpit në pushtet, e që i mshoj brisk plot proceseve të degenerimit të shturjes. Apo kjo është, a den që ata kanë njerë renditën gjonat në favor tonë dhe në nuk e din ti pse se s'ke pas në kontribut në të tip. Për shembull, këta me lidhja me Trumpin nuk kanë. Po e bjerë zoti me një moment saktum për me ndryshu perceptimin global rreth temës së wokerizmit të temi edhe LGBT-izmit të këtyre. Edhe vjen Trumpi edhe e çon komplet poshtë. Ata shtave që kishin kauzën, jo jeni të prapambetur, jeni shpellar, vjen baba Trump, i mshon viz, po jena plus për këta, po kupton. Domthon, shqyr zoti kjo ju përshtat shumë bukur. Anën tjetër, ata djemt e kanë rrëzu 2 herë tentimin e kryezullumçarit të Kosovës, neokomunistit Albin Kurti. Dhe s'po hezitoj me përmend këtë përshkrim, për shkak që është shumë e rëndësishme me potencu pozicionin e tij. Edhe e kanë bënë një hajër të madh. Me qenë se e kanë bënë atë hajër, kanë pësuar në kurrizet e veta. Njëri u largu prej qendrës së kryesisë me vendosjes në Rovec, Visar Korenica. Eman Rahmani u përjashtu në vija jo formale, po me gojë. Domethënë që këti nuk i vend më këtu në listën e deputetëve për shkak të votimit kundër në rastin e dytë. Edhe ja i kanë gjithë këtë sebeb që me boni nismë të organizimit e me grupu shumë koka intelektuale, me vlera, njerëz të patriot, dashamir, të fesë, të gjitha. Edhe shpresojmë Zotin që kjo ka me korr një sukses. Domethënë është hera e parë një mobilizim i tillë që krijon momentum kaq. Sepse çka ka ndodhur në rastet e mëparshme, partitë me ngjyra islame ta quaj, në momentin që u fut në garë, le të themi fjala PD-ja, ka qenë dashur vetëm me një kombinim për një koalicion me një prej partive të mëdha, përndryshe këta mediat, këta kasta tjetër e shërbësve të gjallit, këta nuk i kanë promovuar asnjëherë, nuk i kanë dhënë minutazh, nuk i kanë dhënë vëmendje, apo kupton. Në rastin e listës është komplet ndryshe. Janë të ftuar në për debate, PZAP-ja i dënoi 2-3 herë, 4 herë rresht, apo kupton? Janë do 2-13.000 euro më duket. Po ka kaluar 10.000 me siguri, për dënime 7.000, 5.000 dhe 4.500 do të kenë 3 raste ndryshme. Edhe po megjithatë dënimi ju keni një favor për këtë, sepse i irritoi edhe njerëz që ishin jo s'ka me dal me votu ju anë këne, edhe aty ju krijoi një farë. Po valla, po i ka provu, edhe me këtë pikë kam rrinë që me dënu për me fol për këtë punë, atë ka çështja serioze. Ka mobilizuar edhe një stres tjetër inshallah. Edhe shpresojmë që me të nëntin rezultatet kur dalin këtave që kanë kalu pragun. Kjo është lutja që bëjmë. Bën një kthes të jashtëzakonshme të një relevancë të tretë në frymës politike. Janë djamë të mirë, shumicën i njohim. Takohemi me ta, rrim me ta, konsultohemi, koordinohemi me shumicën e emrave që janë si figura me momentum aty. Dhe pas kësaj nëse bëhet kjo gëzim që këta me që deputet, me kalu pragu. Po, sfida e ardhshme është me u konsolidu si parti, a ndodh shkrimi e 84-ve me 1, a çka ndodh nuk e di unë, po ajo është pastaj pikpyetja e madhe, me rëndësi është ta me hiç, kjo është pjesa. Inshallah.